Përshëndetje përsëri këtu me mua Zodiac Oracle. Do flasim sot jo për gjë tjetër vetë se për hënën e plot në shenjën e Akrepit në datën 12, e cila është në të vërtet një hënë e plot intensive, na përballë me frikën, pasigurinë, fobit, traumat, gjërat që duhet të ndryshojnë në jetën tonë, vetëm se çështja është do ndryshojnë ato, duam apo thuam ne, por do ndryshojnë në një mënyrë për të cilën mbase ndoshta ne nuk jemi gati. Kështu që secili prej nesh përballet me një ose me disa situata që vijnë në mënyrë të papritur, të papandehur, pak a shumë e ndjejmë, por që bëhet çdo gjë fakt i kryer. Kështu që edhe ne bëhemi gati për të përjetuar ato që duhet të përjetojmë, fundja të mbyllim ciklet e cilat duhet të mbyllen përfundimisht, dhe të bëjmë paqe me veten në fund, sepse fundja për këtë gjë bëhet fjalë. Problemi tjetër është fakti që kjo hënë e plot zhvillohet në shenjën e Akrepit, që është shenjë fikse, dhe këto situata do zgjasin. Duke qenë se dhe sot Merkuri kaloi në shenjën e Demit, çdo gjë që do thuhet ka kozgjatje, si të jetë për mirë, si të jetë për keq. Kështu që kujdes prej sote në vazhdim se çfarë thoni, për çfarë angazhoheni, çfarë premtimesh jepni, që të mos kemi pastaj, nuk e di, drama më vonë, dhe të bëjmë se mbajtë fjalën, po ti më premtove, e me radhë. Bëjmë shumë kujdes me çështje kontratash, sidomos kontratash të cilat kanë për bazë marrëveshje ekonomiko-financiare ose një natyrë notariale, ligjore, diçka të tillë. Kujdes kur bisedojmë për pronën, kujdes kur marrim vendime në lidhje me pronën, ta shesim, ta blejmë, ta shfrytëzojmë. Edhe mund të mashtrohemi, edhe mund të gënjemi, edhe mund të gënjejmë veten dhe të humbasim në vend që të fitojmë. Kështu që bëjmë kujdes me vlerat tona, parimet tona, nuk ekspozojmë keq veten, qëndrojmë larg debateve, dhe mbrojmë dhe fëmijët tanë, sepse duam apo s'duam, kjo është një hënë e plot ose në të cilën përfshihen Merkuri, pavarësisht se sapo ka kaluar në shenjën e Demit, merr pjesë Marsi, i cili ndodhet në shenjën e Luanit dhe ka të bëjë me artin, ka të bëjë me të bukurën, ka të bëjë me kënaqësitë e jetës, ka të bëjë madje me fëmijët. Kështu që mundohemi t'i mbajmë fëmijët sa më afër, të kemi kujdes ku i nxjerrim për të luajtur, për t'u argëtuar, kujdes me fëmijët në vija të përgjithshme, kujdes me dashurinë, mund të zhgënjeheni disa prej jush duke kuptuar se nuk e ka një marrëdhënie në cilën ndodheni atë cilësi që ju prisnit të kishte, nuk luajnë, ju që luani, ju pëlqen çikloja, investimi, bixhozi, le të themi, nuk luani. Afër datës 12, ka nisur që di efekti, do vazhdoj derisa të vemi data 15-18, në këto situata do jemi, sepse mund t'ju vi bumerang. Do me thënë, mund t'jenë humbje të cilat nuk i keni parashikuar, por që ju vënë në vështirësi të mëdha. Kështu që merr pjesë edhe Marsi, sikurse po thosha, por ajo çka është më e rëndësishmja është fakti që merr pjesë Urani, dhe duam apo s'duam ne, sado që Plutoni është në fillim fare të shenjës së Ujorit dhe kjo hënë e plot zhvillohet në shenjën e Akrepit në fund të saj, prap, sido që tjetër është një planet shumë i rëndësishëm, energjinë e ka shumë të fortë, kështu që shkarazi sigurisht ndikon. Dalin në pa, përveç se frikës, pasigurisë, traumave, gjërave të tjera që e thash, dalin hije të së kaluarës, dalin fiksacione përsëri që i kemi secili në kokën tonë, dalin dhe uroj të mos kemi përsëri situata ku humbasin jetën njerëzit për shkak të pasionit, të pasigurisë që sjell pasioni dhe fiksimi. Por thash, çdo gjë që ndodh që të arrim të fitojmë atë paqen me veten tonë, pikë së pari. Dhe dalin skandale që isha në atë linj duke e thënë, domethënë kushdo që ka gabuar, ka bërë një gabim, ose situata që nuk duhet të përfshihej, do vuaj pasojat si do që të jetë. Anë mban botës pastaj, sigurisht do plasin skandale me ekonomi, financa, me banka, me bankier, me investitor, me plane investimi, me artin përsëri do të shohim, përsëri çështje që kanë lidhje me fëmijët, ose me kafshët, ose me çfarëdo gjë ka lidhje me jetën dhe vazhdimsinë e jetës përpara, me ushqimet, me cilësinë e jetës të secilit, me lëndët
djegëse dhe karbure në përgjithësi me nën tokën, tani tërmete ande nga lindja dhe mund t'i kemi shkarje dherash, gjëra të tilla, çfarëdo gjë ka të bëjë me tokën, çfarëdo gjë ka të bëjë me nën tokën, kemi për t'i parë. Tani nuk e di se çfarë bëhet me vulkanet, por që nëse kemi aktiv diku nëpër botë, dhe mund ta shohim se plaset diku, ose me zjarret përsëri do kujdes. Zjarret që më tepër mund të bien në këndelojrash ose në amfiteatre, teatro ftiakot është hapësira apo s'pëson gjë. Në për kinemara gjëra të tilla ose edhe personazhe publik të cilët e humbasin ndoshta jetën në për aksidente tragjike automobilistike, ku sigurisht ka dhe shpërthime gjëra të tilla e me radhë. Kështu që po është një moment ose është një hënë e plotë e cila nuk bëhet fjalë për të trembur njeri, por që sido që të jetë sjell përfundimin e një cikli shumë të rëndësishëm në jetën e secilit prej nesh. Dhe duke qenë se sjell me vete edhe përsëritje situatash që kanë ndodhur në një të kaluar, atëherë duhet të pranojmë faktin se ky duhet të jetë momenti i fundit që këto gjëra ndodhin në jetën tonë. Fundja ju thash, se ju keni tendencë të dëgjoni vetëm gjërat negative që unë them, por që realisht çojnë në një konkluzion ose përmbyllje pozitive, që nuk është gjë tjetër vetë se ju a thash, secili prej nesh bën paqe me veten në fund, pasi e lodhur tërmunduar të ndryshon situatë që nuk ndryshon, pranon faktin dhe thjesht bën paqe me veten dhe vazhdon përpara. Kështu që për ju të shenjës së demit, po kjo gjë do vi në lidhje me bashkëpunimin, në lidhje me personat që keni jetën tuaj, me të cilët bashkëpunoni, bashkëjetoni ose ndani interesa të përbashkëta. Dhe aty sigurisht që dalin në sipërfaqe gjëra që duhet të merren vesh ose kanë ndodhur gabime, ose në qoftë se thjesht nuk mund të kemi vazhdimsi, atëherë çdo gjë mbaron këtu. Fundja shumë e rëndësishme është për ju tani dhe se si të tjerët ju shohin, si përkthehen në sytë të tjerëve. Por ju të shenjës sa akrepi, duke qenë se kjo këtu zhvillohet në këtë aks, akrep dem, ju rishikoni edhe një vlerat tuaja, parimet tuaja, futeni shumë thellë në psiqikën tuaj, bëni paqe me veten, ju jeni të parët që do keni mundësinë të bëni vërtet paqe me veten, ama pasi të jeni përballur me hijet tuaja më të këqija, pas do kalon momentet tuaja ndoshta më të vështira, me veten tuaj e kanë fjalën, mund të zgënjeheni një ndër mos të bëhet realitet, diçka që prisht mos të shkonte ashtu siç donit ju, individ që kishit besim tek ta mos të dalin ata që ishin e me radhë. Ju të shenjës së luanit keni dhe Marsin në shenjën tuaj, kujdes nuk nxitoni për të folur, nuk nxitoni me makinën tuaj, nuk nxitoni në vija të përgjithshme në jetën tuaj këto ditë, nuk përfshiheni në debate, sidomos në debate që kanë lidhje me familjen, pjesëtarët e familjes, me të kaluarën, me traumat e së kaluarës, keni punë për të bërë dhe në përgjithësi me veten tuaj. Një ndër juaj ama se nuk do realizohet ose një zhgënjim mund ta merrni në familje, por prap bëhet fjalë për tashte çfarë fitojmë, bëjmë paqe me veten, kaq. Ky është rezultati. Fatkeqësisht do zgjasin këto situata e thash, por sado që të zgjasin, rëndësi ka çfarë arrihet në fund. Ju të shenjës së ujorit pastaj, ju vërtet që zhgënjeni nga shoqëri që mendonit se i kishit dhe ne kishit vlezër motra, por në fakt nuk do ju dalin kështu. Një ndër e juaja nuk realizohet ashtu siç e prisnit ju dhe kuptoni se kishit marrë një drejtim shumë të gabuar me jetën tuaj dhe tani duhet të korrigjoheni. Sigurisht që këto gjëra nuk vinë kështu kollaj, nuk vinë kështu bukur mirë, vinë me trysni të madhe, gabimet ju plasen fytyrës dhe ju thuhet ja ku je, ja ku ke gabuar, ke shkelmi veten tënde, ke shkelmi të tjerë ndoshta. Ky është momenti për të korrigjuar, prano gabimin ku e ke bërë, sepse çdo gjë nga kjo nis, duke pranuar atë çka duhet të pranosh, që të mund të vazhdosh përpara. Pra ka një impakt psikologjik shumë të thellë, duke qenë se këtu merr pjesë Plutoni dhe Marsi njëkohësisht, po të marrim dhe përballë faktin që vetë akrepi kryesohet nga këto të dyja, kështu që shumë e rëndësishme kjo pjesë. Është në 10 diçin e fundit, kështu që sigurisht që edhe Neptuni diku aty afër është, sepse janë gradët e Neptunit këto, dhe sigurisht që sjell dhe zhgënjim atë që u thash, sepse realiteti na plaset në fytyrë ashtu sikurse realisht është. Dhe nuk ka rëndësi çfarë kemi dashur ne të besojmë, të mendojmë me radhë apo sa e kemi ne manipuluar veten, tani e dele vërteta për atë çka realisht është. Jemi ose duhet të jemi të përgjegjshëm për ato çka kemi krijuar dhe çfarë kemi sjellë në jetën tonë, por ama duhet të kuptojmë që e kemi ne gjithashtu dhe në dorë ta bëjmë diferencën. Kujdes, janë ditë ekstremisht të dhunshme, kështu që kot nuk po ua them, mos nxitoni me makinën tuaj secili prej jush, mos u përfshini në debate, mbroni interesat tuaja, mbroni fëmijët tuaj. Më tepër të ndikuar, kuptohet se kush janë, Demi, Akrepi, Luani dhe Ujori të 10 diçit të dytë së tepërmi.
Këto nga unë.